Përshëndetje të gjithëve, nderuar zoti Ylli, nderuar zoti Kalidopulli, nderuar familjarë të Jurgenit, të nderuar pjesëmarrës i dashur Jurgen, kam nderin dhe kënaqësinë personalisht, por edhe në rolin e kryetarit të bashkisë, që marr pjesë sot në këtë ceremoni për një nga ditët më të mira që Lezhë e ka nxjerrë. Kampioni Jurgen Uldede është shembulli më i mirë që me përkushtim të paparë dhe me një stërvitje serioze ka arritur majat më të larta që një shqiptar ka arritur deri më sot. Ai sot është kampion në një nga disiplinat më të rëndësishme të boksit profesionist IBO, duke na bërë krenar sepse është lindur e rritur në këtë qytet të bukur, në një familje nga më të mirat e këtij komuniteti dhe mbart vlerat më të larta si person. Nuk është rastësi që është sot kampion, pasi është larg përvesër të këqija dhe sallallahu alaihi fabuk. Ai është një referencë nderi me të mirat jo vetëm për ne, por për shumë të tjerë se si mund të arrijë sukses pa u qarë, por e minut, me një kulturë për të pasur zili, me një dashuri për njerëzit që respekton dhe me qasje. Kam pas rastin të jenë në salla të mbushura plot dhe të ndjej emocionet e ndeshjeve të Jurgenit. Isha edhe në ndeshjen e shpalljes kampion. Kryetar i Këshillit Bashkiak, zoti Nduaj Luli, për t'i dhënë Jurgenit titullin qytetar nderi. Është kënaqësi jo vetëm për mua, por për gjithë komunitetin lezhëan, që Këshilli Bashkiak, Bashkia e Lezhës, i dedikon të titull të lartë nderi njërit nga sportistët më të mëdhenj, jo vetëm për Lezhën, por për gjithë Shqipërinë. Është shembull për gjithë trinjtë që ndodhen të sallë, të cilët në fushat e tyre të jetës të shkëlqejnë në mënyrë që të marrin titujt e tij. Bashkia e Lezhës, certifikat për dhënien e titullit qytetar nderi, i jepet zotit Jurgen Uldede, me kontributin e tij historik në sportin e boksit, si shqiptari i parë që fiton titullin botëror i IBO, me këtë sukses të jashtëzakonshëm, ai ka lartësuar qytetin e Lezhës, Shqipërinë dhe të gjithë kombin shqiptar në arenën ndërkombëtare. Kryetari i bashkisë Thierry Rez, kryetari i Këshillit. Gjeni të ftoj në emër të familjes për të përshëndetur xhaxhain e Jurgenit, profesorin e njohur Gjok Uldede. Du t'ju falenderoj gjithë për pjesëmarrjen, du të gjej rastin të falenderoj kryetarin e bashkisë dhe Këshillin Bashkiak për këtë nder të madh. Është nder për mua të jetë qytetari i nderit Lezhës. Jam një djalë i zgjuar, në gjithë jetën, që këtu rrita në largët e Lezhës, me një të shumë të madhe, me motivim gjatë gjithë kohës që me mbështetje nga familja, me mbështetje nga miqtë e dashamirë, për të arritur në këtë ditë, po ky nuk është akoma maja. Domethënë kemi akoma rrugë për të bërë, dhe shpresoj që t'ju bëj sa më krenar në të ardhmen edhe shumë faleminderit. Kryetari i Bashkisë së Lezhës, të nderuar anëtarë të Këshillit Bashkiak, të nderuar përfaqësues të institucioneve, nderuar kryetari i Komitetit Olimpik Shqiptar, kryetari i Federatës së Boksit dhe personalitetet tjera prezent këtu. Është vërtet një emocion sot të flasësh para kësaj pjesëmarrje të mrekullueshme, si një person i cili me krenari dhe me mirënjohje ka ndjekur nga afër arritjet e Jurgenit, arritjet të cilat tashmë ne na bëjnë krenar dhe duhet të falenderoj në mënyrë të veçantë kryetarin e bashkisë Lezhë, zotin Perindreu,
i cili vazhdimisht ka qenë në përkrahje dhe në mbështetje të Jurgenit. Në emër të këtë e bëj në emër të familjes së madhe Uldele. Një vlerësim ky që ka një peshë veçantë, sepse e merr në qytetin ku Jurgeni është rrit, ku Jurgeni ka hedhur hapat e para edhe në jetë, edhe në sport. Lezhë për Jurgenin nuk është thjesht një qytet, është një shtëpi, është rrënjë, është fillim, pra është themeli i karakterit tij sportiv. Jurgeni përpara se të bëhej kampion bote, ka qenë një djalë i thjeshtë i këtij qyteti, me ëndra të mëdha dhe një rrugë as pak të lehtë përpara. Ai është shprehur me vlera të forta familjare, me respekt për sportin, për njerëzit dhe për sakrificën. Që në moshë të vogël mësoi se asgjë nuk arrihet pa mundim, se suksesi nuk urohet, por fitohet, dhe se karakteri është po aq i rëndësishëm sa dhe talenti. Si sportist, rrugtimi i Jurgenit ka qenë i gjatë, i vështirë dhe shpeshherë edhe i heshtur. Ai ka përballur shumë vite stërvitje, intensive, me shumë sakrifica të mëdha, shoqëruar me lodhje fizike, shpirtore, por edhe momente të rëndësishme dhe me sfida që vetëm ata që e jetojmë sportin e kuptojmë të situatë. Ka treguar se madhështia nuk matet vetëm me fitore, por edhe me mënyrën si arrin ato dhe si menaxhon ato. Ai ka hyrë gjithmonë në ring si sportist dhe si kampion dhe ka dalë gjithmonë prej tij si njeri më i fortë, më i pjekur dhe më i përulur. Çdo fitore e tij ka qenë një fitore edhe për Lezhën, që Jurgeni e do shumë dhe e ka gjithmonë në zemër. Çdo hap drejt majës, ai ka mbajtur me vete emrin e këtij qyteti dhe krenarinë e mbar shqiptarëve kudo në botë. I nderuar zoti kryetari i bashkisë, i nderuar presidenti i Komitetit Olimpik, të nderuar pjesëmarrës, i dashur Jurgen. Kam sot një emocion të veçantë në këtë sallë, të mbushur plot për plot, që jemi mbledhur për të nderuar me titullin e lartë qytetar nderi sportistin bokserin Jurgen Uldele. Unë kam pasur fatin, duke qenë nik i familjes Uldele ai që herët, ta njoh Jurin që në rininë e tij të hershëm. Folëm sot për një kulm të karrierës së Jurit, por jo. Juri është kampion që në fëmijërinë e tij. Juri nuk e përmendëm këtu, Juri është medalist Europës, Juri është medalist botet që në moshën e tij 18 vjeçare. Ka marrë medalje të rëndësishme, medalje të cilat e futën Jurin në rrugën e tij të boksimit profesionist. Ai iku herët, ju përkushtua herët boksit profesionist dhe sot ka një kulm duke e bërë atë sportistin e parë, bokserin e parë shqiptar me një titull botëror në një nga federatat më prestigjioze të botës. Një binom i jashtëzakonshëm. Kam parë një binom të jashtëzakonshëm, Lezhë edhe Jurgen. Të dyja palët bëjnë krenar një tjetrin. Që vetëm sporti dhe sportisti Jurgeni mund të ta ofrojnë këtë gjë. Mua s'm ngelet fare gjë tjetër. Falenderoj Këshillin Bashkiak të Lezhës, falenderoj familjen Uldele që ka një rol të jashtëzakonshëm në formimin e Jurit si bokser, pa përjashtuar këtu trajnerët e Jurit, që nga i pari trajneri i tij me trajnerin e Tiranës, me trajnerin e ekipit kombëtar, të cilët e kanë bërë Jurin ky që është sot. Faleminderit dhe urimin Jurgen dhe synoj edhe ato federatat e tjera të amarshëm atyre titullit, se e meriton dhe këtë të amarë. Të nderuar antarë të Këshillit Bashkiak, një falënderim i veçantë për ju që vlerësoni një djalë të jashtëzakonshëm, një kampion bote si Jurgeni që tashmë nuk i përket vetëm Lezhës, po i përket gjithë Shqipërisë. Jam krenar si presidenti i Komitetit Olimpik, jem këtu prezent për të vlerësuar Jurgenin, të sportist të madh
që ka bërë krenar gjithë shqiptarët në ndeshjen e tij me një arenë të madhe mbi 20.000 spektatorë në mes të Londrës. Ky është sporti të dashur qytetar. Ky është sporti i dashur kryetari i bashkisë që ke një mirënjohje të jashtëzakonshme nga Komiteti Olimpik, nga mua personalisht, që ke arritur të kuptosh që sporti nuk është vetëm një garë, nuk është vetëm një medalje, po sporti është edukim, sporti është shëndet, sporti është socializim dhe sportistët janë ambasadorë të më të mirë. Lezhë ka pasur traditë në sport, ka nxjerrë kampiona si Arben Kola, si Sami Deta, si një trajner të jashtëzakonshëm si Zuk Molla, dhe sportistat të tjerë që e kanë ndëruar Shqipërinë në arenën kombëtare dhe ndërkombëtare. Një kampion i parë bote në sportin profesionist si Jurgeni nuk është e lehtë. Sporti i boksit dhe këto sportet individuale kanë ulljet dhe ngritjet e tyre, kanë sakrifica, kanë përkushtim, ku duan një vëmendje të veçantë nga trajneri, nga klubi, nga sponsorët ndryshëm për të arritur në atë nivel që ka arritur Jurgeni. Është një arritje që shumë boksierë kanë bërë në nivele europiane, por jo në nivelin e Jurgenit. Ne kemi tradita në boks, duke filluar nga trajneri jonë i jashtëzakonshëm që derisa të ketë frymë më gjallë nuk do t'i ndahet boksit si Zefi Shkodrës. Dhe shumë trajnerë të tjerë nga Vlora, nga Tirana, nga Studenti, nga Partizani dhe nga Federata e Boksit që ka bërë një punë të jashtëzakonshme fruli me boksin, duke mbështetur jo vetëm boksin profesionist që është qershia ambitor të këto rezultate, po dhe boksin amator, ku Shqipëria ka një medalje në kampionatin botëror të zhvilluar në Beograd përpara 2 vjetësh. Unë dua ta falenderoj me zemër kryetarin e bashkisë, Këshillin Bashkiak, për këtë vlerësim të merituar që kanë bërë për Jurgenin, po më tepër ky është një falënderim publik që Këshilli Bashkiak i bën Jurgenit dhe familjes tij për medaljen dhe për arritjen e marrë në Londër me këtë rezultat spektakolar. Dua të them dhe një fjalë, i nderuar kryetari i bashkisë. Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar, po ta shikoni këtu në sallë, një pjesë e fëmijëve janë këtu nga ekipet sportive në shkolla, ku qeveria shqiptare çdo ditë financon çdo vit Komitetin Olimpik me ekipet sportive në shkolla, me volejboll, basketboll, këtë vit është futur shall, do të fusim mundjen, do të fusim boksin, do të fusim atletikën, gjimnastikën dhe të gjitha sportet, sepse qëllimi jonë është që të rrisim një rini të shëndetshme, ku modeli më i mirë për këta të ri është Jurgeni, një djalë i edukuar, një djalë i sjellshëm dhe kur po vinim tani nga zyra e kryetarit, më tha, vi me qejf, jo vetëm si detyrë që e kam si kryetar bashkie, po si një djalë i edukuar, një kampion, një djalë simpatik që është modeli më i mirë për të gjithë sportistët, jo vetëm të Lezhës, po të gjithë shqiptarisë. Përshëndetje të gjithëve. Jam Sad Bushati, trajneri i Jurgenit që kam stërvit në vite. Është kënaqësi e veçantë që ndodhem këtë sallë dhe shoh shumë figura të mëdha të sportit shqiptar. Lezhë e ka traditë sportin, e ka traditë mundjen, boksin dhe duhet me sa më tepër të jetë investimi për këto sporte. Me Jurgenin kemi pas suksese të jashtëzakonshme që moshën e re, ku ka dalë kampion në Rusi, medalje bronzit, ka marrë në Rusi në 2013, më pas në 2014 në Kroaci, medaljarit në Azerbajxhan, ku arriti të fitonte me sportistë shumë nivelit nalt me Ukrainë, Uzbekistan, pra të cilët sot janë në majat e boksit.
Ju uroj vetëm suksese, rrugtimi i tij do të jetë shumë i madh. Shpresoj që do të dalin kampion edhe në versionet e tjera të boksit, në versionet të brezat e tjerë. Ju uroj vetëm sukses dhe gjithë mira.